U promovua mbrëm libri akademik Krimi organizuar në kontekstin rajonal dhe ndërkombëtar. A ekziston krimi organizuar shqiptar sot në Ballkan dhe si luftohet krimi organizuar? Janë çështjet që ngrit puna kërkimore 4 vjeçare e studiuesit të ri të kriminalistikës Eriad Bejtullah, që përmes librit sjell një analizë të gjerë, të strukturuar mbi krimin e organizuar shqiptar. Sipas autorit, ky libër synon të jetë urë midis akademisë dhe praktikës dhe të shërbejë si hartë analitike e fenomenit të kriminalitetit, nga strukturat e para deri tek format më të sofistikuar bashkëkohore të krimit. Është i veçantë që të jem sot këtu për të prezantuar studimin tim kërkimor me titull Krimi organizuar në kontekst rajonal dhe ndërkombëtar. Një punë e cila ka zgjatur 4 vite radhazi, me përkushtim ditor, analizë të thellë dhe në mbështetje në burime tërësisht publike, shkencore dhe të verifikueshme. Ky projekt është rezultati i luftimit tim si studiues i ri kriminalistikës, me synimin që të kontribuoj në mënyrë profesionale në kuptimin dhe luftimin e krimit organizuar shqiptar. Libri im paraqet një analizë të strukturuar të krimit organizuar shqiptar, duke u fokusuar tek rënjët, tek modeli i veprimit, rrjetet transnacionale dhe ndikimi i tyre në rajon dhe arena ndërkombëtare. Qëllimi është të ofroj një pasqyrë të qartë dhe realiste se si funksionojnë këto struktura, cilët janë faktorët që ushqejnë dhe si ndërveprojnë me shtetet, institucionet dhe tregjet ilegale. Analiza synon të shërbejë studiuesve, profesionistëve të sigurisë dhe gjithë të tjerë që kërkojnë informacion të saktë, të paanshëm dhe të përdorshëm në praktikë. Libri nuk bazohet në supozime, por në të dhëna logjike operative dhe burime ndërkombëtare. Në këtë libër përpiqem të largojmë sensacionalizmave, fokusoj vëmendje tek rënjët, tek struktura dhe tek transformimi i grupeve kriminale në kohë. Analiza nisi nga territori, pastaj kalon tek diaspora, tek ekonomia e zezë dhe tek grupet si shtatet me tregjet ilegale. Po ashtu, libri synon të kontribuojë dhe të kuptojë pse ky fenomen të arrit jetë aq i rëndësishëm. Çfarë mekanizma përdor për të mbijetuar dhe për të zgjeruar. Qëllimi im është i qartë, të krijoj një model analitik të krimit organizuar shqiptar, i cili mund të përdoret si referencë akademike dhe si uzues praktik për profesionistët e sigurisë. Dua të tregoj se si funksionon struktura, cilat janë hallka që e mbajnë gjatë, dhe ku janë pikat e frishta që mund të goditen nga shtetet. Libri synon të ndërtojë urë midis akademisë dhe praktikës, duke ofruar një qasje realiste, të matshme dhe të dobishme. Të gjithë dhënat janë të filtruar për saktësi, pa anshmëri dhe për errërecë. Asnjë informacion nuk është përdorur në mënyrë spekulative. Për çdo kapitull kemi ndërtuar një vijë logjike që shpjegon jo vetëm se çfarë ndodh, por pse ndodh dhe si ndodh. Të nderuar të pranishëm, sot nuk qëndroj para jush vetëm si një autor i një libri akademik, por si dikush që për 4 vite në radhazi është përballur çdo ditë me një pyetje të vetë. Si kuptohet dhe si luftohet realisht krimi organizuar. Ky libër është rezultati i një pune të gjatë, por mbi të gjitha është rezultati i një përballje të vazhdueshme me një realitet që nuk është i thjeshtë, nuk është i lehtë dhe nuk pranon zgjidhje sipërfaqësore. Gjatë këtij luftimi kam kuptuar se krimi organizuar nuk është vetëm një koncept akademik, dhe as një çështje operative. Është një sistem që përshtatet, që mëson dhe që vepron aty ku gjen vështirësi, domethënë në dije, në strategji dhe në vendimmarrje. Pikërisht për këtë arsye, qëllimi i këtij libri nuk ka qenë vetëm të përshkruaj, por edhe të shpjegoj, jo vetëm të analizoj, por edhe të orientoj, të jap një qasje që lidh teorinë me praktikën dhe analizën me veprimin. Dhe këtu duhet të jem shumë i qartë. Ky studim nuk është vetëm një libër, është një thirrje për presin e ri të akademikëve, policisë dhe drejtësisë. Që kjo betejë nuk fitohet me frikë, por me dije, nuk fitohet me improvizime, por me strategji, dhe nuk fitohet me heshtje, por me guxim profesional. Sepse vërteta është e thjeshtë. Krimi organizuar nuk është i pafijshëm. Ai forcohet aty ku ka patituri, ai rritet aty ku ka frikë, por ai mbijeton aty ku mungon strategjia. Por dobësohet dhe bie kur përballet me profesionalizëm, me dije dhe me institucione se e dinë se çfarë bën. Prandaj, ne si shoqëri pikësparë, por edhe si studiues, si ekspert të sigurisë, ne kemi detyrim për të kuptuar, detyrim për të analizuar, dhe mbi të gjitha detyrim për të vepruar. Sepse siguria nuk ndërtohet vetë, ajo ndërtohet nga njerëz që e marrin seriozisht këtë përgjegjësi. Krimi organizuar nuk është vetëm sfidë e shtetit, është sfidë e secilit prej nesh.
Sipas njohësve të shkencave juridike, vlerat shkencore e librit është qasja interdisiplinare që mundson të kuptohet krimi organizuar jo si një fenomen të izoluar, por si produkt të ndërveprimit kompleks mes kulturës tradicionale, tranzicionit politik, krizave ekonomike dhe globalizmit të tregjeve ilegale. Libri organizuar në kontekst rajonal dhe ndërkombëtar i autorit Riyad Betula paraqet një studim të gjerë të strukturuar dhe shumë dimensional mbi krimin organizuar, i cili shtrihet në një hark të gjerë kohor, hapësinor dhe tematik. Ky libër nuk kufizohet vetëm në përshkrimin e grupeve kriminale, por tenton të ndërtojë një hark të plot analitike të fenomenit, nga rrënjët historike kulturore siç janë kanuni, kulturat klanore, tranzicioni postkomunist, deri tek format më të sofistikuara të kriminalitetit bashkëkohor siç janë krimi kibernetik, pastrimi i parave përmes kriptovalutave, ekonomia e zezë globale e kështu me radhë. Vlera e parë shkencore që bie në sy është qasja ndërdisiplinore, duke përfshirë kapituj të cilët lidhin historinë, shkencat politike, kriminologjinë, studimet mbi sigurinë e kështu me radhë. Trajtimi i kanunit, strukturës klanore, rolit të diasporës dhe dobësive të shtetit tregon një përpjekje për ta kuptuar krimin e organizuar jo si fenomen të izoluar, por si produkt të një ndërveprimi kompleks mes kulturës tradicionale, tranzicionit politik, krizave ekonomike dhe globalizimit të tregjeve ilegale. Kjo e pozicionon librin brenda literaturës moderne kriminologjike, ku krimi organizuar shihet si aktor racional që shfrytëzon bushllëqet institucionale dhe mundësitë strukturore. Një element tjetër me peshë është dimensioni krahasues dhe transnacional. Kapitujt mbi veprimtarinë e organizatave mafioze në për shumë vende të botës, qoftë në Itali, në SBA, në Britani të Madhe, Zvicër, në Gjermani, Spanjë, Holandë dhe shumë vende tjera, krijojnë një panoramë të qartë të shtrirjes ndërkombëtare të rrjeteve kriminale dhe të aftësisë së tyre për të përshtatur në tregjet, kultura dhe sistemet ligjore të ndryshme. Përshkrimi i operacioneve konkrete policore dhe bashkëpunimi me mafiat e huaja, siç janë Ndrangheta, Cosa Nostra, kartelet latinoamerikane, ofron material të hyrë për studime të mëtejme mbi bashkëpunimin ndërmafios dhe integrimin e grupeve mafioze në ekonominë ilegale e globale. Nga këndvështrimi metodologjik, struktura e librit që kombinon një analizë makro, duke përfshirë proceset historike, tranzicionet politike, strukturën shtetërore, me studime rasti mikro, si që janë Lazarat, bandat e vitit 1997, figurat e njohura të botës së krimit, në veçanti grupe të veçanta në Ballkan, e bën këtë vepër të dobishme si për kërkuesit shkencor, ashtu edhe për praktikantët, si që janë policët, prokurorët, gjykatësit e kështu me radhë. Këto raste ilustrojnë mënyrën se si koncepte teorike, qoftë ajo hierarkia, klani, tregu i drogës, pastrimi i parave, kapja e shtetit, materializohen në kontekste konkrete sociale dhe gjeografike. Një aspekt me rëndësi të veçantë është analiza e marrëdhënies mes krimit të organizuar dhe shtetit, kapitujt që kanë të bëjnë me korrupsionin, lidhjet kriminale politike, dobësitë institucionale, sfidat e luftës kundër krimit të organizuar, rolin e SPAK-ut, OFL-s, bashkëpunimit me Europolin, Interpolin, NATO, i japin këtij libri një dimension kritik dhe normativ. Këtu autori nxit reflektim mbi kapacitetin dhe vullnetin e shtetit për të vepruar, si dhe mbi kufit real të reformave në një mjedis me traditë të gjatë klientalizmi dhe kapje politike. Kapitujt mbi teknologjinë, krimin kibernetik, kriptovalutat, dark webat tregojnë se vepra nuk mbetet e mbyllur në narrativet klasike të mafjes, por përpiqet të kap fazën e re të kriminalitetit të organizuar, ku kufiri mes krimit tradicional dhe krimit digital bëhet gjithnjë e më i paqartë. Kjo e bën librin veçanërisht relevant për debatin bashkëkohor mbi sigurinë kibernetike dhe rreziqet e ekonomisë digjitale. Në përfundim, ky libër ka potencial të konsiderueshëm të bëhet një referencë bazë në studimet mbi krimin organizuar në Ballkan dhe më gjë, si në planin akademik ashtu edhe në planin praktik. Ai i fton studiuesit, studentët, profesionistët e sigurisë dhe të drejtësisë, por edhe opinionbërësit publik të reflektojnë mbi
faktin se krimi organizuar nuk është thjesht çështje individësh të dhunshëm, por produkt i strukturave shoqërore, dobësive institucionale, tranzicioneve të pasuksesshme dhe ekonomisë globale. Një vepër e tillë ndërtuar me qasje sistematike dhe dokumentim të gjerë kontribuon në demistifikimin e mafjes dhe në kuptimin e saj si fenomen kompleks që kërkon përgjigje po aq komplekse të bazuar në dije shkencore, reforma institucionale dhe kuptim të thelluar ndërkombëtar. Kaq fund jam më. Parashtrohet pyetja vallë, a ekziston krimi organizuar shqiptar, mafia shqiptare, maqedone, kosovare, serbe e kështu me radhë, sot në Ballkan? Kësaj përgjigje nuk do t'i japi unë, nuk do t'i përgjigjem unë, i përgjigjet një nga profesorët e shuar, që ka qenë edhe mentorin, profesorin, nderuari akademiku Vladimir Kamboski, në veprën e tij Krimi organizuar, i cili thotë, çdo shtet ka mafien e vet, por në Ballkan çdo mafi ka shtetin e vet. Jo rastisht shtetet e Ballkanit perëndimor llogariten ndër vendet me korrupsion më të lartë, me mjedis jetësor më të ndotur dhe me shumë forma tjera të kriminalitetit që janë prezente. Andaj, nevojitet që sa më shpejt këta vende të integrohen në Bashkimin Evropian për shkak se është rruga e vetme për luftimin sa më efikas të burive deviante dhe formave të kriminalitetit. Nga se mundësit që i ofron antarësimi plot në Bashkimin Evropian, qoftë përmes mekanizmave juridik dhe institucional, nuk kanë alternativa tjera. Nuk mund ta lë pa përmendur edhe thënien mjaft e fuqishme e Riadit që përmend në parathënien e tij, domethënë në këtë botim, pra në të cilin thotë unë si autor i këtij libri dhe si studiues i përkushtuar ndaj kriminalistikës dhe sigurisë, jam plotësisht i angazhuar për të vazhduar luftën kundër krimit të organizuar, pa u trendur, pa u lëkundur dhe pa asnjë mëdyshje, me bindjen se çdo e keqe që dëmton njerëzimin dhe shoqërinë duhet të luftohet fuqishëm përmes dijes, drejtësisë dhe të gjithë mjeteve të tjera që kemi në dispozicion, me një qëllim të vetëm e të përbashkët, për të ndërtuar një shoqëri më të sigurt dhe më të drejtë. Vetëm me të rinj në këtë format të formuar si Riadi, me plot elan dhe energji për punë, mund t'ja dalin si shoqëri. Riadi që nga ditët e para ka treguar një energji të jashtëzakonshme për të studiuar, një interes të veçantë, një frut të madh për diturinë, për kriminalistikën, për krimët në përgjithësi. Dhe unë shpesh herë e pyes vetëm sepse disa studentë kanë kaq shumë energji dhe disa kanë më pak energji. Nga vjen kjo energji dhe nga vjen kjo vrulli i madh për të studiuar. Dhe më në fund vinë përfundimin në atë që thoshte baba imi Platon që ku ja jep Zoti. Ai që ka vullnet ja jep Zoti dhe kjo është e arritura që një studiues mund ta bëjë në këtë kohë, këtë moshë kaq të re. Të shkruash për krimin organizuar në moshë kaq të re, do thotë që të arrish diçka që është jashtëzakonshme. Ne bisedojmë për krimin organizuar, nuk ka ditë që nuk bisedojmë dhe nuk dëgjojmë për krimin organizuar. Çdo ditë dhe çdo njëri nga ne kemi dëgjuar dhe dëgjojmë vazhdimisht. Por ne dimë saktë ta dallojmë se çfarë është krimi organizuar nga krimi që është krim po i parë organizuar. Këtu është dilema e madhe. Se ku qëndron dallimi ndërmjet njërit dhe tjetrit dhe Riadi ka arritur që nëpërmjet kësaj vepre që është voluminoze, në një briljante të përshkruajë se si funksionon krimi organizuar, cilët janë grupet kriminale dhe pse ato quhen të organizuara. Me thënë drejtën, pasqyrën me krimin organizuar, shumica nga ne që kemi krijuar duke parë filmat hollywoodian, ku regjisorët në mënyrë briljante përshkruajnë se si funksionon organizata nga brenda. Dhe aty mund të shihni pallatet lukse, jeta aq e shfrenuar, por varet njëkohësisht edhe pastërtia e organizatës, varet edhe disiplina e organizatës, varet hierarkia, varet parimet e fuqishme që janë brenda organizatës. Pra Riadi brenda ka arritur në këtë vepër që të përshkruajë në mënyrë fenomenale krimin e organizuar. Mund të them që kjo vepër
fokusin e veçantë e ka mbi grupet kriminale që veprojnë dhe operojnë në Shqipëri. Dhe jati fillon të tregojë për krimin organizuar që nga koha e komunizmit, më thënë edhe qeveria e Enver Hoxhës ka qenë përfshime në një tregti me cigare, duhan ku përfiton rreth $30 milion. Për shkak të buxhetit të dobët të kësaj kohe, ata vendosin që të bashkëpunojnë me organizata të tjera. Por në kuptimin e vërtet, krimi organizuar fillon pas ardhjes së sistemit demokratik. Kjo nuk kupton që sistemi demokratik mundson zhvillimin jo vetëm anëve të mira, por në këtë sistem zhvillohen edhe anët negative, edhe dukuritë negative, për shkak të konceptit liberal që i kanë sistemet demokratike. Këtu e gjejmë veten jo vetëm të mirët, por edhe të këqijtë. Kështu që migrimi i madh i Shqipërisë dhe shqiptarëve, sidomos në Itali, fillon bazat e para mbi formimin e grupeve kriminale që operojnë në Itali, më vonë edhe në Gjermani, në Greqi, sot në Angli dhe në gjitha vendet e botës, ashtu siç e përmendi edhe profesori Afrik. Në fillim, grupet kriminale nga Shqipëria që operojnë në Itali, fillojnë me bizneset e trafikimit të qenieve njerëzore. Kjo është edhe sot një nga temat më të dimshme. Edhe sot trafikimi i qenieve njerëzore, sidomos me organet njerëzore që bëhet, edhe jo vetëm me prostitucionin, por edhe me organet njerëzore, po të shihni të dhënat nga Afganistani, ku rendet njerëz presin në vend që të shesin në veshkët me një shumë për €1.000, i cila kushton më vonë në vendet europiane mbi €200.000, kjo e bën jo se grupet kriminale dhe krimin organizuar që të merren me këtë biznes të paligjshëm. Po mund të them fillim që fillimi zanafilla e grupeve kriminale është në bashkëpunim me organizatat më të mëdha italiane, që janë Comorra dhe 'Ndrangheta, po edhe Cosa Nostra. Këto dy organizata në Itali, vetëm brenda një viti, gjenerojnë mbi €100 miliardë. Kjo është buxhet që nuk e kanë të gjitha vendet e Evropës juglindore po t'i marrë bashkë. Pra bëhet fjalë për shuma jashtëzakonisht të mëdha dhe për mënyrën perfekte të organizimit. Në këtë vepër, Riadi përshkruan që grupacionet shqiptare dallojnë nga krimi organizuar i vendeve tjera. Për shkak se Camorra dhe 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Gjakuza, Triada përbohen nga mira antarë. Kështu Gjakuza ka mbi 100.000 antarë dhe kontrollojnë të gjitha kazinot më të fuqishme të botës. Ndërkohë që grupacionet shqiptare funksionon me një parim tjetër. Ktu atë që përmendi edhe profesori Afrim është kanuni, rregullat e familjes. Pra antarë i këtyre grupeve bëhen antarë e familjes për shkak të arritjes së besueshmërisë. Dhe në këtë kontekst, grupacionet kanë arritur edhe funksionojnë mirë, janë ende pranishme në Shqipëri, edhe në vendet tjera të botës, dhe shtetet tjera kanë edhe probleme serioze me luftimin e këtyre organizatave. Autori Mani të detajuar ka dhënë të dhëna për krimin e organizuar prej momentit ku ka filluar organizatat dhe në Shqipëri. Prej Lazaratit e përshkruan në mënyrë briljante se si punëtorët e policisë asnjëherë nuk shkoshin në kontroll dhe patroll në këtë vend, për shkak të korrupsionit të komandantit të policisë dhe gjithë efektiveve tjera që kishin arritur për shkak të shumave të mëdha që ndërvesh. Pastaj edhe me grupacionet tjera, me grupet e Tiranës, e Elbasanit, e Durrësit, dhe sidomos havi i madh merret pas vitit 97, kur edhe thuajse shpartallohet kundër sistemit juridik të Shqipërisë. Në këtë periudhë, sipas të dhënave të autorit, diku mbi 650.000 arë ndalën nga depotë e kazanave të ushtrisë. Mbi 1 milion granata, mina, eksploziv dhe armë tjera të cilët përfundojnë në duart të popullatës. Kjo i fuqizon grupet kriminale në Shqipëri, sidomos grupin e Vlorës, të cilës e dimë se sa i fuqishëm ta kenë, po edhe grupe tjera. Sot, grupacionet shqiptare nuk janë themi bazar dhe servis të organizatave tjera, si që është 'Ndrangheta dhe Comorra, po ato kanë nga dalë, kanë filluar që të marrën edhe territorin komplet dhe të udhëheqin në një të pamarrur me bizneset e paligjshme.
Sot ato merren me trafikimin me substancat narkotike, merren me trafikimin e qenieve njerëzore, me gjitha krime tjera të paligjshme, por edhe të ligjshme. Se ne kur bisedojmë për krimin organizuar, nuk mendojmë vetëm për bizneset e paligjshme. Ato merren edhe me bizneset të ligjshme. Shikoni sa shumë numri kazinove është në Maqedoni dhe në vende të tjera. A e dini kush është pronari këtij? Nuk dihet për shkak se kur qëndron të bashkë organizat. Sa biznese ndërtimtari, raportet oficiale të Gjermanisë tregojnë që kanë probleme të mëdha me ndrangjet për shkak të investimeve të mëdha në fushën e ndërtimtarisë. Kështu që krimi organizuar me edhe biznese të paligjshme, edhe me të ligjshme dhe shteti është ai i cili dëmtohet. Pra, arka e shtetit dëmtohet, prandaj edhe luftohet aq sa mundon shteti të luftojë, sepse kapacitetet e shteteve nuk janë njëjtë, nuk është njëjtë Franca dhe Italia për ta luftuar krimin organizuar. Franca ka një përvojë më të mirë, është më e organizuar, sesa vetë Italia ku organizata janë edhe më të fuqishme. Analiza synon të krijojë një model analitik të krimit organizuar shqiptar, i cili mund të përdoret si referencë akademike dhe si uzues praktik për profesionistët e sigurisë. Sipas studiuesve, libri ofron material të vyer për studime të mëtej në fushën e kriminalistikës dhe përtej Ballkanit.